Edhe thot, vësa imine vësa imati, agjerus edhe agjeruese, burra dhe gra, nuk i ka nda Allahu xhelle xhelaluhu, se me të vërtetë u privun, e deshën Zotin xhelle xhelaluhu dhe respektuan në agjerim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ju do të keni dëshmitar për para Zotit xhelle xhelaluhu. Ju do të keni ndërmjetësues për para Zotit xhelle xhelaluhu. Edhe dy nga ndërmjetësuesit do të jenë agjerimi edhe leximi i Kur'anit. Duke lexu dhe duke vepruar me librin e Allahut xhelle xhelaluhu, vallahi do të ndërmjetësen për para Zotit xhelle xhelaluhu. Edhe vjen agjerimi, unë jam nga goja, nga trupi i filanit. O Zot, fale personin në të cilin unë kam qenë në atë trup. Allahut i drejtohet xhelle xhelaluhu. Pra, mirësitë e Zotit xhelle xhelaluhu janë pa fundme. Po nëse ty të ranë në dorë këto mirësi të Allahut, nëse ti u gjenda agjerueshëm, dije se kënë disa ndalesat përjetshme, si kur i kishe në Ramazan.